Kam zgjedhur të mos flas për shkak se së pari kam këtë hapësirën mediatike që kam folur dhe flas aktualisht dhe përfaqësoj shumë mirë zërin atyre aktivistëve që përfaqësoj. Së dyti, protesta nuk ka vetëm mikrofonin. Pra ajo zona e mikrofonit, nëse dikush ka qenë, është një zonë shumë e vogël që ndoshta vetëm mediat marrin mesazhe. Kurse pjesa tjetër është një konglomerat veprimtarist. Ka ambientalist, ka fëmijë të cilët pikturojnë dhe nuk dëgjojnë fare se çfarë ndodh me mikrofonin, ka një marsh daullesh të cilat janë dhe ekspozojnë çështjen e nartës dhe zvërnetit. Pra, ajo është një konglomerat ndodhish, të cilat unë i quajta festival demokracie, që ndodhen njëkohësisht. Sigurisht që mikrofoni dhe mesazhet janë shumë të rëndësishme, sepse ato i përgjigjen çdo ditë kryeministrit, i cili është munduar që ta targetoj, ta akuzoj. Ta kanë dashur të japin mesazhe, edhe kryetari i opozitës. Edhe, jo, për te Shqipërisë, e kam fjalën, sepse ka ndodhur edhe ky fenomeni që mediat në përgjithësi, mediat ndërkombëtare kanë konsideruar si një protestë kundër investimit të familjes Trump. Pra, ku ishte protesta që po zhvilloi në vendin tonë, ishte edhe zoti Trumpi i përfshirë aty. Qoftë në titut kryesor, apo qoftë edhe në shtjellimin e tani dihet armiqësia që familja Trump ka me disa media ndërkombëtare, të cilat qartë, është çështje marrëdhënies që të janë interesuara për të goditur këtë, por kur ato kanë ardhur dhe na kanë pyetur, dhe ne i kemi thënë nuk kemi probleme me Blersin, po kemi probleme me Shitsin. Dhe Shitsi në këtë rast është qeveria dhe ajo që SPAK-u zbuloi, pra një skemë narkotrafikut e cila kërkonte të